A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur vëllezër dhe motra, tash më kanë kaluar disa ditë të muajit të Ramazanit. Prandaj tash shfrytëzojmë këtë kohë sa më mirë e të depozitojmë sa më shumë vepra të mira në këtë muaj. Sot dua të flas për një temë që është bereqeti dhe bekimi në Ramazan. Ramazani përveç që është muaj i begat, ai sjell me vete edhe bereqet në mesin tu. Profeti alayhis salam në një hadith na ka mësuar të ka thënë: ju ka ardhur muaji i Ramazanit, muaji i bekuar. Në këtë muaj është një natë më e mirë se 1000 muaj. Në këtë muaj Allahu ka obliguar agjërimin e Ramazanit. Në këtë muaj hapën dyert e xhennetit, mbyllen dyert e zjarrit dhe prangosen shejtanët. Po, çfarë është bereqeti? Bereqet do të thotë shtim, rritje dhe bollëk. Fjala bereqet përmendet shumë në Kur'an. Edhe në ato ajete ku Zoti përmend Isën alayhis salam, tregon se që kur ai ishte i vogël në djep, tregoi se ishte i bereqetshëm, sikur që janë fjalët e Zotit në Kur'an: "Waja'alani mubarakan aynama kunt." Dhe Zoti më ka bërë të bekuar e të bereqetshëm kudo që të ndodhem, dhe më ka obliguar me namaz e me zakat. Bereqet llogaritet edhe nata në të cilën ka zbritur Kur'ani, sikur që thot Allahu në Kur'an: "Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka." Ne kemi zbritur Kur'anin në një natë të veçantë, të bekuar e të bereqetshme, pra është fjala për natën e Kadrit. Edhe vetë ushqimi dhe pija, përveç që janë dhunti, janë edhe bereqet nga Zoti, siç përmenden në Kur'an: "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan." Dhe ne lëshojmë nga qielli ujë të bekuar. Pra shiu është ai që sjell bereqet dhe konsiderohet si mirësi e dhunti e Zotit, prej të cilit mbijnë bimet dhe gjallërohet jeta. Edhe besimi e devotshmëria na sjellin bereqet e risk apo furnizim, siç thot Zoti në Kur'an: sikur banorët e qyteteve të besonin dhe të ruhenin nga gabimet e mëkatet, ne do të kishim hapur bereqete nga qielli dhe nga toka. Të dashur vëllezër dhe motra, aty ku ka bereqet, ka të mira të shumta. Në atë shtëpi ku ka bereqet, aty ka edhe rahati, mirëkuptim e dashuri në mes të anëtarëve të familjes. Prandaj, lutuni që Zoti t'u jep bereqet e mirësi e begati në familjet tuaja, ashtu siç lutemi në çdo namaz, kur këndojmë salavatet e kur themi: "Allahumme barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed." O Allah, bekoje Muhammedin alayhis salam dhe familjen e tij, ashtu sikur që ke bekuar Ibrahimin alayhis salam dhe familjen e tij. Profeti alayhis salam gjithashtu na ka mësuar që të falim edhe namazin e istiharës, një namaz i cili falet me rastin e kërkimit ndihmë Zotit për çështje të ndryshme të jetës. Në këtë namaz ka dhe një lutje ku pejgamberi alayhis salam na mëson dhe na thot: "O Allah, ti e din se kjo çështje që unë po kërkoj, nëse është e mirë për mua në fen time dhe në jetën time, atëherë ma lehtëso dhe ma mundëso që të arrij dhe me jap bereqet në atë çështje." Për fund, ne e lutim Allahun që Allahu na jap hajër e bereqet në familjet tona dhe në të gjitha sferat e jetës. O Zot, na prano agjërimin dhe gjitha adhurimet tjera që po i bëjmë gjatë këtyre ditëve të bekuara të Ramazanit, dhe na bën nga banorët e xhennetit Firdaus. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.